Ditë më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pezulluan për një kohë të pacaktuar dialogun strategjik me Kosovën. Por cila ishte arsyeja? Në njoftimin e ambasadës së SBA-s në Prishtinë thuhet se arsyeja e pezullimit të dialogut me Kosovën ka të bëjë si pasojë shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë kujdestare, të cilat kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta. Pse u përmend kryeministri në detyrë? Sipas këtij njoftimi, deklaratat e fundit të kryeministrit në detyrë Kurti, i cili kritikoi vendimet e gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit, duke e cilësuar atë hije politike të opozitës ndaj LVV-s, janë parë si faktor që cenojnë progresin arritur ndër vite. Por çfarë në të vërtetë është ky dialog strategjik? Dialogu strategjik është një proces i strukturuar që SBA zhvillon me vende të ndryshme për të forcuar marrëdhënie dypalshe. Në të diskutohen tema që shkojnë nga siguria dhe mbrojtja deri tek energjia, ekonomia dhe mjedisi. Me cilat vende SBA-ja i ka zhvilluar këto dialogje? Ky dialog nuk është vetëm për aleatët më të afërt. SBA-ja ka zhvilluar atë me vende si Franca, Britania e Madhe, Polonia, Greqia, Egjipti, madje edhe me lëvizje politike që nuk i konsideron miqësore, si opozita demokratike në Bielorusi. Po me vendet e rajonit? Në rajonin ton, vetëm Maqedonia e Veriut ka hyrë në dialog të tillë. Takimi i parë u mbajt më 2 qershor 2022 në Washington, i udhëhequr nga ish-ministri Bujar Osmani dhe ndihmë sekretari amerikan e shtetit Karen Donfrit. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio më 6 gusht paralajmëroi se SBA-ja dhe Serbia do të nisin një dialog strategjik të përbashkët deri në fund të këtij viti. Pra, dialogu ishte konceptuar si një platformë kyçe për përforcimin e partneritetit mes Kosovës dhe SBA-s. Por aktualisht ai është i ngrirë, derisa Washingtoni të vlerësojë se Kosova është e përgatitur ta avancojë më tej.